Cila është fjala më e përdorshme e gjuhës shqipe? Ky është volumi i parë prej 11.000 faqesh i fjalorit të gjuhës shqipe, volumi i dytë, volumi i tretë, 107.000 fjalë. Jam me akademik me Mishën, i cili është një prej autorëve të fjalorit. Profesor, më thuaj tani, në këto 3 volume, kush është fjala shqipe më e përdorur? Fjala më e përdorur është folja bëj. Bëj. Ka me 10 kuptime. Përveç kësaj, duhet ta kemi figurative nëse unë kam përshtypjen si shoqëri nëse para bëjmë gjë, po bëj e pas kemi fjalën vetëm këtë gjë. Bëj leksion, bëj mësim, bëj gjell, bëj punë, bëj emision, nga do të veç folja bëj, krijon këto që quhen ndërtime, konstrukte, që edhe mund të shndrohen figurativisht dhe të kemi njësi frazeologjike. Bëj qen, bëj pall, bëj ushqim. Bëj fjala më e përdorur e gjuhës shqipe. Imagjinoni. 15 milion shqiptar bëj provim. 15 milion shqiptar gati, 110.000 fjalë, fjala më e përdorshme plus 12.500 njësi frazeologjike. Gjithë konstruktive, me fjalët e huazuara, me shprehje, 125.000 dhe 127.000 njësi. 127.000 njësi, fjala bëj më e përdorura. Bëj.